Shikues të nderuar të televizionit Alsat, sot do të flasim për një temë që është pasqyrë e realitetit ton institucional dhe shoqëror, korrupsionin dhe mënyrën se si shteti reagon, ose në suazat tona se si shteti dështon të reagojë ndaj tij. Raporti më i fundit i Transparency International e vendosi Maqedoninë e Veriut larg pragut minimal prej 50 pikësh në indeksin e perceptimit të korrupsionit. Por çfarë do thotë kjo për një qytetar të zakonshëm? Në periudhën e fundit, publiku ka qenë dëshmitar i rasteve të rëndice ku ish funksioner të lartë përfaqësues të sistemit të drejtësisë, gjyqtare, familjar të tyre u kapën në afera korruptive shumë të shëmtuara ku ishin të përfshira qindra mijëra euro. Raste që jo vetëm e minojnë besimin e institucione, por ngrenin edhe pyetje serioze mbi legjitimitetin e sistemit penal përballë korrupsionit brenda edhe vetë gjyqësorit. Kur qytetarët shohin emra me pushtet që shpesh mangin përgjegjësinë penale, lind edhe ndjenja e pandëshkueshmërisë. Ndjenja se drejtësia funksionon ndryshe për të fuqishmit dhe ndryshe për pjesën tjetër të shoqërisë. Sikur imuniteti politik është një mburojë ndaj ligjit dhe korrupsioni i nivelit të lartë rrallëherë përfundon me dënime efektive me burg. Në këtë realitet, institucionet tona shpesh shohim se reagojnë me deklarata, strategji dhe plane që nuk shohim se kanë rezultate konkrete apo janë shumë të prekshme. A është problemi ligjor, institucional apo kulturor? Sot do diskutojmë për këto dhe shumë tema të tjera së bashku me të ftuarin ton, profesorin universitar të kriminalistikës në Fakultetin e Juridikut pranë Universitetit të Tetovës, zotëri Çepi Rafsiu. Mirë se erdhët në Alsat. Faleminderit, mirë se u gjeta. Ta nisim me korrupsionin si fenomen. Pra është një fenomen që gjithnjë ka qenë i përfshirë në shoqërinë tonë dhe një temë mjaft e diskutuar dhe interesante. Si qëndron Maqedonia e Veriut përballë këtij fenomeni? Po, korrupsioni është një fenomen, një dukuri që ndjek shoqërinë njerëzore prej civilizimit para, ku njeriu din për vetveten, prej kur ekziston shteti, gjithmonë gjitha etapat ka pasur korrupsion dhe shoqëria njerëzore nuk njeh ndonjë etapë në të cilën shtetet nuk kanë qenë të ballafaquar me këtë fenomen, me këtë dukuri kaq negative. Edhe perandoria romake u shkatrua shkaku i korrupsionit, sepse shumë generalë dhe shumë senatorë pikërisht shkaku i korrupsionit u rënua perandoria nga brenda. Dhe pastaj barbarët e kishin lehtë që ta rrëzojnë këtë civilizim të madh. Edhe në periudhën e mesjetës, po ashtu kisha para pa dënime dragonike për persona që ishin të involvuar në korrupsion, edhe me prerje të pjesës trupit, po përsëri korrupsioni ka qenë aty. Edhe në periudhën e revolucionit Frances Borges, nëse ju kujtohet, udhëheci Robespierre, ai i cili e rrëzoi fronin mbretin Louis XVI dhe i dërgoi në gjelotin, pastaj kur hipi në front, ai vetë u bë personi më i korruptuar për gjithë qerve që njihte Franca deri në atë kohë. Edhe ki përfundoi në gjelotin, shkaku i korrupsionit. Pra, nëse shikohet historiku i njerëzimit, gjithmonë korrupsioni ka qenë i pranishëm atij, ka qenë hija më besnike që e kanë ndjek shtetin në gjitha periudha kohore, është edhe sot dhe gjithmonë shoqëria njerëzore ka bërë përpjekje për ta luftuar këtë dukuri negative, këtë dukuri që rënon e erozon sistemin, po përsëri mënyrat e dënimit, sanksioneve nuk kanë dhënë edhe atë shumë rezultate të mëdha. Përsa i përket Maqedonisë, edhe ky është një vend i cili njihet për korrupsionin që ka, themi, strukturor në tërë segmentet e shoqërisë, në tërë segmentet e shtetit, dhe unë mendoj që korrupsioni masiv i këtij vendit fillon me transformimin e kapitalit shoqëror. Pra një ligj që miratohet në këtë periudhë pas pavarësimit të këtij vendi, fillon që kapitali i madh shoqëror që ka qenë transformohet në disa individ, ndërkohë që popullata më e madhe mbeti në rrugë. Ky ishte shkaku i korrupsionit masiv që ka ndjek shoqërinë deri në sot, dhe në këtë mënyrë në Maqedoni janë krijuar shtresat oligarkike në mënyrë jo drejtë, sepse këtë kapital që e kanë fituar nuk kanë fituar me gjesë dhe me mund, po i kanë fituar duke i dhënë forma ligjore të cilët është bë punësia private e privatizuar në mënyrë të padrejtë. Ose duke rripur qytetarët. Shikoni, këtu kur jemi këtë transformimin e kapitalit shoqëror, unë vi nga Pologu dhe në vendin tim aty ka pasur një repart, një fabrik, e cila është ndërtuar në kohën e Jugosllavisë, shtetit të kaluar, me djerset e qytetarëve dhe me punën e qytetarëve. Pastaj ky ligj i mundsoi një personit, që është drejtori i kësaj ndërmarrje,
fabrikës Tetex në atë kohë, që ta privatizoi dhe ta shese dhe e shiti tash sakt nuk e di, po dikundit e 1 milion euro. Dhe nga këto para, qytetarët e këtij vendi, këtij rajoni nuk përfituan asgjë. Të gjitha mjetet i mur ki person, edhe pse ki me origjinë nuk ishte i këtij fshati, nuk i takonte, as trashëgëmije nuk ishte kishte, po vetëm shkaku i këtij ligji aq të dëmshët, bëri që tërë ki kapital shoqëror që u takonte qytetarëve të përveçohet më një jo drejt nga një person i cili nuk kishte asnjë pikë kontakti me banorët e këtij fshati. Beleki është një fshat që gravitojnë vetëm shqiptarët, ndërkohë që drejtori ishte maqedon dhe tërë kapitali në mori ki. Ki është transformimi i kapitalit shoqëror që është bërë në këtë vend dhe prandaj edhe korrupsioni ka filluar në mënyra masive në këtë periudhë dhe pastaj e kanë ndjek ki fenomen shoqërinë edhe pas vitit 2000, sidomos aferat e përgjimeve, dini që korrupsioni aty Maqedonia identifikohet si një vend me korrupsion të lartë. Pastaj edhe pas vitit 2000 me ndryshimin e kodit penal, edhe vazhdon edhe sot e kësaj dite dhe kemi afera të fuqishme të korrupsionit që vendin nuk e lën që të shkoje në progres ekonomik, demokratik dhe pengon sundimin e së drejtës. Dhe nuk besoj se do të ketë një lloj përmirësimi përderisa nuk e kemi vetëdijsimin e duhur edhe mënyrën e është më shumë aspekt kulturor. Tash nëse analizohet se pse vendi ka kaq shumë korrupsion dhe pse nuk ka zhvillim ekonomik, pikërisht është shkaku i korrupsionit. Se personat të cilët vinë në një institucion, në një funksion të rëndësishëm në shoqëri, nuk vinë me vetëdije që ta zhvillojnë institucionin, që të japën zhvillim, progres. Po të marrin diçka nga. Po ato vinë me një jetin që të marrin dhe të dërgojnë shtëpi. Nëse ndryshohet ky mindset, kjo mënyrë të menduarit të funksionarëve tonë të tarshëm, atëherë besoj që vendi do të fillojë ka mbara. Po derisa qëllimi i funksionerit është që të shkojë, të marrë dhe të sjellë në shtëpi, e kjo është ana negative dhe që sjell dëme të mëdha në shoqëri. E përmenda paraprakisht raportin e Transparency International atë të fundit ku theksohet se vendi është larg pragut minimal prej 50 pikësh në indeksin e perceptimit të korrupsionit. Çfarë tregon kjo për nivelin e korrupsionit në Maqedoninë e Veriut ndër të tjera që tamë deri më tani? Transparency International është një organizacion qeveritare me seli në Berlin, cila jep indeksin e percepcionit mbi korrupsionin për 180 vende të botës. Pra është një organizatë relevante dhe matjet e korrupsionit, percepcionit që jep ki është valide në tërë botën. Ka fillu me punë dëgundi ka viti 95, ndërkohë Maqedonia është përfshi pas vitit 2000. Dhe prej vitit 2003 deri në sot, çdo vit jepen raportet mbi indeksin e korrupsionit për Maqedoni. Indeksi i korrupsionit është interesant se si bëhet maqja. Do të thonë, këtu fillon nga pika 0 deri në 100 pikë. Në mënyrë graduale shtetet rangohen mbas pikave që i përfitojnë mbi 12 kritere që i bën Transparency International. 0 janë shtetet që kanë më shumë korrupsion, ndërkohë 100 që afrohen janë shtetet që kanë më pak korrupsion. Dhe indeksi percepcionit për vitin 2024 fillon me shtetet e Somalisë, me shtetet dhe Afrikës që kanë 8 pikë, 9 pikë, 10 pikë, ndërkohë shtetet me më pak korrupsion, më të pastërta që janë për këtë vit ka qenë shteti Danimarkës me 90 pikë, pastaj vjen Finlanda, pastaj vjen Singapuri, pastaj vjen Norvegjia dhe Zvicra dhe shtetet të cilat historikisht kanë nivele të ulta të korrupsionit. Ndërkohë Maqedonia është shteti që prej kur ka filluar të rangohet, ka filluar me 34 pikë, ndërkohë që sot i ka dikundit të rrotullohet të 20 pikë. Ka shkuar në rritje. Po, vitin e kaluar, më thonë, këtë vit do të shpallën rezultatet për vitin 2025. Ndërkohë që tash ne bisedojmë për vitin 2024. Dhe Maqedonia ka pasur e ranguar në vitin 88, në vendin 88 të listës botërore, me 22 pikë. Ndërkohë që një vit para prak ka qenë pak më lart e ranguar me më shumë pikë dhe ka pas 24 pikë. Kështu që rrotullohet në atë mesetarin e shteteve që nuk i arrin 50 pikë,
që bën pjesë në grupën e shteteve me shumë korrupsion. Profesor, juve gjatë kohë keni punuar edhe në Ministrinë e Punëve të Brendshme, edhe i dini pak më mirë këtë situatën që e shohim vazhdimisht të ndodh me marrjen e dhuratave, apo siç e njohim neve ndryshe, marrjen e bakshisheve. Si qëndron praktika në vendet e tjera, sidomos ato të Bashkimit Evropian, ku kemi parë që ka shumë më pak nivel më të ulët të korrupsionit, në krahasim me Maqedoninë e Veriut, shtet që pretendon të synon të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian? Marrja e dhuratave ka qenë një temë e diskutueshme edhe në Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit edhe në për vende tjera, se i lejohet një administratorit i cili bën një shërbim pozitiv, një referenti, dhe qytetari mbetet shumë i kënaqur me këtë dhe dëshiron që të japë një dhuratë simbolike, për shembull 50 euro. Dëshiron të japë një lule, një pikturë, një çokoladë ose nuk e di çfarë. Dhe parashtrohet për që tash ka drejt që qytetari ta marrë këtë dhuratë. Në vendin tonë nuk ka drejt. Ta nuk lejohet marrja e asnjë dhurate. Është ndaluar dhe hin fushën e korrupsionit, rishvetit. Ndërkohë që SBA ka një praktikë të ndryshe. Atje administratori, referenti, që i ka bërë një shërbim shumë pozitiv dhe që qytetari ka mbetë shumë i kënaqur, ka drejt që të japë një dhuratë në vlerë për $20. Okay. Po. Brenda një vitit, i njëjti qytetar ka drejt që të japë edhe $20 tjerë, po jo më shumë. Por para se ta marrë këtë $20, e prori, ose referenti, administratori, ose mjeku, është i obliguar që të paraqeset te prori vetë, i cili përpilon proces verbalin, bisedon me palën që kjo është vullnet i lirit e i, dhe pastaj e lejon që të marrë, por kjo shënohet. E njëjta çështje është edhe me kryetarët e shtetit. Shikoni se kryetari i shtetit, për shembull, tash e keni vizitën e Trumpit që e bëni në Arabinë Saudite, në Emirate, në vende ndryshme, dhe gjatë këtyre vizitave mund ta vëreni që ai merr dhurata që kalojnë disa $100,000. Për shembull, ai me morja të shpatat e ato dhurata të tjera janë të vlerave të mëdha. Dhe parashtrohet e njëjta vlen edhe për Maqedoninë. Kur kryetari shkon me një vend tjetër dhe i jepet një dhuratë, e cila mund të jetë me një vlerë, themi 5.000 euro, 10.000 euro, 20.000 euro. Tash kur kthehet ka drejt që ta mbajë këtë, apo çfarë duhet t'i bëjë kësaj? Nuk ka drejt që ta mbajë, as në SBA, as tek ne. Pra, në SBA është e rregulluar në mënyrë precize, atje ka zira e dhuratave, Office of Gifts, dhe ai shënon të gjithë dhuratat që i merren dhe mbeten në muzein e SBA-s. Se paramendonja sa president ka pas SBA-ja dhe sa dhurata janë mbledh në këtë zirë. Dhe kjo është shërben si muzej, dhe është e vlerave të mëdha, nuk ka shans të preket aty. Ndërsa këtu te neve nuk është se vlen shumë ky lesh. Po këtu te ne tash ne nuk e dim sa dhurata kanë marrë dhe ai kanë paraqit kur janë kthej. E njëjta vlen edhe për zyrtarët të tjerë. E njëjta vlen edhe për zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme, për shembull kur shkon në jashtë, dhe nëse merr ndonjë dhuratë duhet ta dorëzojë tek departamenti i zyrës që është. Mos të flasim për paratë që marrin me €100.000 që përmendëm edhe më herët, por që konsiderohen dhurata që nuk paraqiten. Do të shkëputemi shumë shkurt për një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi përsëri në studio për të vazhduar me diskutimin tonë. U rikthyem sërish në studio për të vazhduar diskutimin tonë mbi korrupsionin në vend, krahasuar edhe me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, sidomos. Tani dua të ndalem tek si reagojnë vendet e BE-s ndaj korrupsionit kur shohin se ka raste të tilla. Shikoni, po të analizoni kodit penale dhe mekanizma që luftojnë korrupsionin në Bashkimin Evropian, nuk janë në numër më shumë se sa që ne që i kemi. Për shembull Suedia, Norvegjia, Finlanda, Zvicra nuk kanë mekanizma të veçantë për luftimin e korrupsionit. Nuk kanë. Nuk kanë Komision Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Nuk kanë task force të veçantë. Po janë shërbimet e policisë dhe prokurorisë që ekzistojnë prej moti dhe këto e luftojnë korrupsionin. Po atë si është kjo paradoks është? Si ne që kemi kaq shumë mekanizma dhe kaq dënime që kanë qenë më të rënda para vitit 2023, nuk mund të luftojmë korrupsionin ndërsa ata kanë më pak mekanizma dhe luftojnë në mënyrë aq suksesshme. Pse kjo është që bëm në fillim bashkë në hyrje, është më shumë problem institucional, ligjor apo kulturor, i kthehemi prap? E tash sigurisht që korrupsioni është problem i vetdijes kolektive. Është problem i kulturës dhe është problem
i fëmijës që rritet me normat e moralit, me normat e etikës, me normat që din të amrojë interesin e përgjithshëm shoqëror, dhe ki personi që rritet të ne dhe që mendja i rin vetëm si ta marrë pronën shoqërore. Më thonë, shqoni, edhe në Zvicër, edhe në Gjermani për shumë po ta marrëm, nëse e keni dëgju kancelarin në Gjermanisë, Helmut Kohl, i cili për 16 vite ishte kancellari i Gjermanisë dhe që bëri aq shumë për Gjermaninë. Ki e ribashkoi Gjermaninë, që ishte ndarë në di pjesë viteve 90. Dhe ki më vonë u zbulu se ishte zhit me një skandal korruptiv. Ai u akuzu për disa miliona marka në atë kohë. Që partinë e tij CDU e kishte financuar me burime ilegale dhe filloi të zhvillohet procedura kundër tij. Pasardhësia e tij Angela Merkel, që e dini kush është, e turpnoi rënd këtë. Ki në procedurë gjithësore u shpalli fajshët, por nuk u dënu me burg. Nuk u dënu me burg. Jo, nuk u dënu me burg, për shkak se kishte Helmut Kohl. Shumë kishte bërë për Gjermaninë. Kishte ndihmu atë shumë për Gjermaninë. Por nuk është e rëndësishme aq sa të dërgohet në burg, sa që ki pat një turp publik që Angela Merkel e ofendoi rënd dhe ki u largu nga politika dhe nga ajo ditë më asnjëherë nuk ka dalë në jetën e vet. Ki më nuk është parë as në vendet publike, as në politikë, është izoluar dhe nuk del në asnjë mënyrë që ta shohën njerëzit. Pra turpi publik, goditja e qytetarëve për aferet korruptive në vendet e perëndimit është e madhe. Pra kur një Helmut Kohl ndodhen kjo në Gjermani, nuk ndodhen të ne kjo. Sidomos funksionerët ta nuk e kanë shumë këtë veti ndjesi turpe, haptazi që ndrojnë dhe luftojnë për kontuqet e tyre, nuk është intereson shumë. Ndërgjegja që goditën shoqëria, për shkak se ti ke bën një të keqe të madhe shoqërisë, ki në fakt nuk i kishte marrë milionat e markave për vetë, për interesin personal. Ki i kishte marrë për CDU, për partinë e tij, por mënyra se i kishte marrë ishte ilegale. Ishte jo e lejueshme, ishte kundërligjshme. Prandaj edhe u akuzu rënd. Njëjtën e kemi edhe me raste tjera. Tash kemi një biznesmen zvicran i cili ka dhënë miliona franka për shtetet Afrikës për të marrë minierat. Dhe ki ka blej atje ministra, ka blej drejtora, ka blej shumë njerëz dhe i ka përfitu minierat për interesat e kompanisë vete që është në Zvicër, që është zvicran. Zbulohet ki rast dhe turpi është i njëjtë si në rastin e paraprak që përmendëm. Edhe ndaj këtij zhvillohen procedurat, shpallet i fajshët, dënohet me 5 milion franka dënim, dhe në burg më duket se nuk dërgohet. Shikoni, pra kemi një procedurë, kemi një praktik tjetër nga ajo që e kemi ne këtu. Po nëse ne do t'i analizojmë dënimet që i kanë marrë funksionerët e këtij shteti gjatë aferave të përgjimit, por shikoni ju, Nikola Gruevski është dënu 15 vjet, 9 vjet për TNT, Sasho Mielkov 9 vjet, 10 vjet, 12 vjet. Pra krejt kanë marrë dënime drakonike, jo që kanë marrë dënime të buta. Po efekti atyre sa është në publik. Po me ndryshimin e kodit penal, që është bërë, se kodi penal i maqonisë, veriut, para vitit 2023, për vetat të rënda të korrupsionit, në 353, marrjen e rishveteve të konsiderueshme, ka para pa dënim me burg jo më pak se 3 vjet. Më thonë, kufirin e epër nuk i ka caktuar. Kjo në kupton që dënimi për një funksioner ka mund shkojë deri në 20 vjet, se maksimumi i dënimit maqoni është 20 vjet. Prandaj edhe janë dhënë dënime 10 vjet, 15 vjet. Me ndryshimin e kodit të vitit 2023, që maqonia është kritikuar shumë për këtë ndryshim të kodit, këtu tash kufizohet dhe bëhet dënimi prej 1 deri në 4-5 vjet, nuk e di sa, me qëllim që një numër i veprave penale për korrupsion të vjetërsohen, ose parashkrimi, që i themi në drejtësi, t'i kapja dhe një numër i konsiderueshëm i tjerë, fiton lirinë në shkaku i këtij kodit penal të ndryshimit. E tash gjëja janë bërë përsëri ndryshimi i kodit penal, që janë kthej dënimet, po jo ashpra sa kanë qenë para vitit 2023. Po kjo edhe nuk është shumë e rëndësishme. Nuk është aq shumë esenciale sa do të kemi dënime. Nuk është qëllimi atë. Qëllimi është që turpi publik, ndërgjegja, vetdia kolektive të rritet.
ta kuptojmë ne që nuk është mirë që të është në mënyrë jo të ndershme. Dhe të humbish autoritetin në shoqëri është më shumë sa që ta humbish pasurinë. Pra më mirë mos e krijojmë një pasuri në mënyrë jo të ndershme se sa që të është pa nder. Më mirë që të është më shumë javlem, ne kështu u themi studentët. Edhe vazhdimisht mundohen që t'i edukojmë, që ne kemi shpresë te studentët tonë të ri, kemi shpresë vërtet se e shoh që ata janë një brum tepër i mirë. Edhe gjatë bisedave, edhe gjatë mendimeve, diturive që i kanë, ne jemi shumë të kënaqur nga ata. Edhe nga sjellja morale, edhe nga veshja etike, nuk ka çfarë është për çdo lavdrat. Dhe ne bisedojmë në këto që të forcojmë tiparet e karakterit të këto që ndashme do ta zbatojnë ligjin, që nuk ja vlen që të është me korrupsion. Mandaj ne ju tregojmë edhe raste të ndryshme nga praktika, që i themi personi i caktuar është ka barë i shvete, ka jetuar me korrupsion, dhe dal nga dal, pasuria e tij është shkatruar. Jo që është shkatruar, jo që ka qenë, po edhe familja ja shkatruar. Kështu që nëse jetoni me nder, nëse jetoni me sinqeritet, atëherë më tepër bereqet do të keni. Ma shumë pasuri, sigurt ma shumë pasuri. Ajo ndriçimi edhe vëzëllimi që ka shumë e konsiderueshme e parave, ose diçka momentale që e ke të pranishme aty, por që mund të shkojnë shumë shpejt, edhe është e rëndësishme të qëndrosh stoik tek parimet e tua, sidomos kur ke pushtet edhe pozicion. Përveç diturive që mundohemi që apim studentëve, nga fusha e drejtësisë, nga fusha e kriminalistikës, mundohemi që të forcojmë edhe tiparet e karakterit, që këto në tashëm, se kjo shoqëri shohin shumë ka vujt. Nga vujt, nga funksioner të pandershët, nga njerëz që kanë pas aq shumë lakmi ndaj pasurisë, dhe ne mundohemi të forcojmë moralin, etikën, tiparet e karakterit që mos e jo që shumë lakmia e pasurisë kësaj bote. Po që të është me nder, që të është me sinceritet, që të është me integritet, se ti humbën integritetin kur, se shikoni, ne jemi vend i vogël dhe ne e dim kush merr rishvete, kush korruptohet dhe kush jo. Ne e dim, dihen njëri tjetrin. Dhe ti me automatizëm e humbën dinjitetin, e humbën integritetin, pa jetohet pa autoritet. Si që të është. Po pse duhet ta bësh këtë në mënyrë jo të ndershme ta fitosh pasurinë? Puno me gjesë, me punë, dhe unë ju them që Zoti më tepër do ta shtojë pasurinë. Sigur bereqeti është më i madh. Të tilla raste janë vështirë të zbulohen, nuk kam dyshim, po si zhvillohen hetimet për ndriçimin e rasteve të korrupsionit edhe të rishfeteve? A ka pasur ndonjëherë ndoshta ndonjë rast ku ju drejt për së drejti keni hetuar ndonjë rast të këtillë? Po, korrupsioni është i rëndë për të zbuluar, për të ndriçuar, për shkak se bëhet në katërsi, ndërmjet dy personave, edhe ai që jep, edhe ai që merr kanë interes të përbashkët që kjo të ri e fshehtë. Por unë kom punuar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, gati 20 vjet dhe kom pas fat që të punoj në kontrollin e brendshëm. Sektori i kontrollit të brendshëm është një shërbim, një mekanizëm që kontrollon punën e policisë nga brenda. Sidomos rastet e korrupsionit, rastet e rishvetit që t'i parandalojmë dhe është themeluar me presionin dhe trisninë e Bashkimit Evropian. Se policia dikur ka pas shumë korrupsion dhe me themelimin e këtij korrupsioni është bërë një punë tepër e madhe. Më thonë, kemi arrit në atë periudhë që të bëjmë zbulimin dhe ndriçimin e një numri të konsiderueshëm të policëve që kanë qenë të involvuar në rishvete, në kriminalitet, dhe kemi marrë masa ndëshkuese ndaj tyre. E tash mënyra se si zbulohet ka dy mënyra. Kur sigurisht që ai që është i prekur, se polici në kalum kur kom punuar në raste, i ka marrë 100 euro, 200, 300, 400 dhe nuk është ndalë aty. I ka kërkuar edhe 500 për të kryer një punë. Kishim një rast, njëri të kishin kapur një pistolet në Shkup me armë pa leje. Dhe ki nga sikleti, ishte një bujkush, një njëri i ndershëm, po i kishte ndodhur kjo që ta kihet në vedor. Kishte kërkuar ndihmë nga polici, i cili i kishte premtuar që do ta kryejnë punën. Po i kishte thënë që duhet të japësh diçka. Din si është rendi te ne. Dhe këtu te ne është kiret. Këtë kërkojmë që ta ndryshojmë. Prandaj unë luftoj te studentët dhe te njerëzit që ta ndryshojmë këtë bindje, që mos jetë kjo më në rregull. I kishte dhënë 100, 200, 300, 500, pa ai nuk ishte ndalë. Kishte thënë duhet edhe 500 dhe me një moment nuk kishte pas që të jape dhe e paraqiti rastin tek ne, te unë. Tash ne kemi dy mënyra në momentin kur paraqitet ky rast. Një është që e përdoren bota moderne, para që kërkohen, përdoren reagenca kimik. Këto janë mikrogjumë të padukshme për cirin. E hudhen
parën e rregullon, e bën proces verbalin, teknika e kriminalistikës e rregullon komplet procedurën dhe i jepet para që t'i jepën personit të caktuar. Në momentin kur e kapën parën, fillon që t'i skuqet dora. Se reagenci kimik është i padukshëm, po këtu jep ngjyrë. Tash ai e vëren që fillon që t'i skuqet dora dhe shkon që ta lajë dorën. Shpejt e shpejt, kur vin në kontakt me ujin, atëherë me intensitetin e plot. Dhe atëherë reagon shërbimi. Mirë, po këto para që përdoren me këto reagenca, pastaj më nuk mund të lëshohen në qarkullim. Prandaj këto largohen, shkatrohen dhe të rriqen banë. Ne nuk e përdorim këtë metodë. Për shkak se Ministria e Punëve të Mbrëmshme nuk ka kasa të veçanta me para ku ne mund t'i marrim këto dhe t'i përdorim në rastet e korrupsionit. Nuk ka më të një. Pra ka mbet kështu që s'ka. Metodë interesante. Prandaj ne duhet që nga vetë qytetari, nga themi viktima që e paraqet rastin, që na sjellë edhe para 500 euro, 1000 euro, 2000 euro, sa varet sa është shuma që duhet të japë dhe në momentin kur e marrim, i japëm vërtetim për marrjen e sendeve. Shënohen banknotat, vlera e tyre i kthehen prapë me vërtetim dhe tash e kemi koordinuar mënyrën se ku do ta japë, në vendin ku do të ndodhje marrja e rishvetit dhe pastaj ki policë me njëherë arrestohet. Ne i kemi suspenduar me njëherë nga puna. Por shikoni çfarë ndodh. Pra, me prova, me argumente, me fakte që ki ka qenë involvuar në korrupsion. Prova më e fuqishme sa s'ka gjykatës i cili mund që ta hudhja këtë provë. Mirë, po ki policë në praktikë. Me njëherë ka fillu me avokatin dhe me marrëveshjen me prokurorët dhe me gjykatësit që mos marrë dënim më shumë se 6 muaj për këtë vepër penale. Dhe ki është dënuar 6 muaj dhe pastaj pasi që e ka vujt dënimin është kthej prapë policë. Se ki nuk e humbëm vendin e punës. Si është e humbur? Po kështu është më qëni. Nëse dënohesh deri në 6 muaj, ruhet vendi i punës. Dhe kthehesh prapë me uniformë aty ku ke qenë. A ka kuptim që ka logjikë? Ne kemi pas edhe raste të torturës, edhe raste të ndryshme. Kemi pas rastin Jashari dhe Solimoni kundër Maqonisë, është një rast që mbrin deri në gjykatën evropiane për drejtat dhe liritë e njerëzit. Këtu është rasti që ki bën një vjedhje një delës. Edhe kapet nga policia për shkak se pronari e paraqet dhe policët në vend që ta dërgojnë në stacionin policor, e dërgojnë tek vendi ku e ka vjedh. Dhe tash pronari del me një shufër madhe prej druni, edhe policët bashkë rahen këtë personi. E rahën atë shumë sa që ja thënë krahin. Ma vonë e dërgojnë stacionin policor dhe ati e lidhin për këto nxemjen, gipat e nxemjes, edhe ati deri në mëngjes kur kanë kalu policët, s'kan pas çfarë bën, e kanë rah këtë person. Do të thonë atë brutalitet i madh. Të nesër lirohet, po ki ka pas dhimbje të madhe në dorë, frakturë, nuk ka pas sigurim shëndetësor. E ja merr një miku të vet, libretën dhe shkon, e konstatojnë që ka dorën e thime, e vën gips dhe ki rasti organizata jo qeveritare, pastaj fillojnë kundër Maqonisë, sepse nuk ka zhvilluar hetime efikase për këtë rast. Si duhet, po. Dhe gjykata evropiane për drejtat dhe liritë e njerëzit e shpallën Maqoninë të fajshët. Ama jo për për torturë, për rrahje. Për shkak se nuk ka zhvilluar hetime efikase për ndriçimin dhe zbulimin e kësaj vepre penale. Si Maqonia nuk ka zhvilluar as pak. E kemi edhe një rast tjetër ku gardianët e rahën një të burgosur aq shumë sa që kishte përfunduar dializë. E njëjta, më thonë, vum dënimin gardiani 6 muaj dhe kthehet prapë gardian. Në vende tjera kjo nuk ndodh. Më thonë, as që zhvillohet, shikoni, ne zhvillojmë edhe procedurët brenda, mos se nuk e di, kemi kohë që diskutojmë për procedura disiplinore brenda policisë edhe procedura gjyqësore. Këto paralel zhvillohen edhe njëna edhe tjetra të ne në Maqoni. Pra, njëna mund të çpalljet fajshët tjera pa fajshët me të njëjtat prova. A është e logjikshme? Pra në vende tjera, ku zhvillohet procedura gjyqësore, gjitha procedurat tjera rrinë pushojnë. Presin rezultatet e procedurës gjyqësore. Vendimi gjyqësor është përfundimtar. Nëse kish shpallje të fajshët me automatizëm, humbëm vendin e punës, ose shkon në burg ose çfarë do dënimi që i jepet. Kjo është edhe pjesa më e frikshme tek këto të punësuarit në të tilla pozita në gjyqësor ose në polici, që janë pozita kyçe për shtetin, kryejnë vetë keq përdorim të detyrës,
pikërisht ato që... Shqyqani, puna e policisë edhe punët tjera, por sidomos puna është jashtësive të publikut, nuk është transparente kjo. Dhe ne shpesh i themi studentëve, për shembull ti bie rasti që të hish në kontrollin e shtëpisë, ashtu. Kjo është një punë e përditshme, e bastisja e shtëpisë. Dhe kur futesh në inspektoriati i policisë nëpër kontrollat e shtëpisë nëpër dhoma, ti gjatë kontrollit, gjatë bastisjes, gjen arë, gjen pare, gjen sende tjera me vlerë, ashtu. Dhe ti je vetë tash, nuk qef askush. Ti mund ta marrësh dhe ta futish në xhep këtë. Dhe ka pas shumë raste në kaluam që ka pas kështu raste. I ka marrë, i ka vjedhë dhe ka dalë. Dhe asnjëherë nuk mund zbulohet kjo. Mirë, por ne mundohemi që ti, prandaj studentëve mundohemi që ti edukojmë që jo vetëm ta mësoj që duhet urdhëresë ai gjykatës që të bësh kontroll, po kur je vetë në shtëpi, si do të veprosh përballë kësaj lakmie që e ke, nuk të qef askush. Këtu tash vjen, kjo është morali, kjo është etika, se si do veprosh ku nuk qef askush. Këtë ne mundohemi që ta forcojmë. Dhe nëse arrihet që të forcohet në mënyrë kolektive te popullata, atëherë ne kemi dalë. Atëherë kemi luftuar korrupsionin. Nuk do kemi nevojë as për mekanizma, as për komisione shtetërore, as për sankcione të ashpra, se thjesht qytetarët do ta dinë që ajo që është e dëmshme nuk duhet përkrahet. Kemi parë gjatë periudhës së fundit sidomos raste të shumta ku ka ndodhur bastisje, sikur është bërë një lloj rrjedhje ngjarjeve, tani po mundohen që ti nxjerrin në dritë gjitha këto aferat korruptive. Sa të rënda janë të tilla raste dhe si qëndron më pas besimi në institucionet e drejtësi kur njerëz me pushtet edhe me fuqi nuk pësojnë dënime efektive si që përmendëm edhe më herët? Këto janë raste shumë të rënda. Pra, skandalet e kësaj natyre, Transparent International që përmendëm përpara, është një nga kriteret kryesore, skandalet dhe aferat në strukturat e larta të shoqërisë. Për shembull, shumë aq të mëdha që të gjenden te gjykatësi janë me të vërtet goditje e madhe e shoqërisë. Kjo është një pesimizëm i madh që krijohet sidomos te gjeneratat e reja, të cilët e shohën këto raste dhe ju duket vendi i pashpresë. Humbin shpresën për çetu këtu. Prandaj lufta ndaj korrupsionit është një luftë e shejtë. Po ngritja e vetdijes dhe ndërgjegjes tek popullata është edhe më e shejtë. Dhe nëse ne këtë arrim të krijojë Maqedonia një strategji nacionale për ngritjen e vetdijes, se gjithë duhet të punojnë në këtë drejtim. Pra duhet të punojnë familjet që nga fëmijëria, shkollat fillore të mesme, fakultetet dhe gjithmonë duhet i kushtohet rëndësi të madhe. Shqonim në Angli, për shembull, fëmijët edukohen në mënyrë interesante. Vazhdimisht prej fëmijëria i edukohet që të respektojnë institucionet, shtetin. Atje ka një policë që quhet Bobi. Nuk e di e keni dëgjuar Bobin. Bobi është një polici i uniformuar, po i parmatos. Nuk ka armë. Dhe ki është i shpërndarë në gjithë Londrën, edhe në Angli, dhe shërben si servis ndaj qytetarëve. Pra fëmia në familje mësohet që nëse ke ndonjë nevojë, e humbon rrugën ose ke diçka, dihet ku duhet të drejtohesh, dhe i drejtohet Bobit. Dhe ai e din Bobin. Bobi është çdo kundi, por edhe Bobi është i edukuar, i trajnuar që ta pranojë fëmijën, pleqët dhe tjerët, është servis në shoqëri, ju ndihmon tamam si çdo institucion tjetër, që është solidare, humanitar. Dhe fëmia rritet me këtë. Bobi shpesh shkon edhe në çerdhet e fëmijë, shkon në shkollat fillore, bisedon, dhe ato shumë e duan Bobin. Edhe Bobi është i edukuar në atë mënyrë dhe është krijuar mirëbesimi ndërmjet popullatës dhe shtetit, dhe këtu s'ka korrupsion. Ki fëmijë që rritet me këtë dhe nuk ka pse t'jape. Ki nuk mund ta perceptoj pse duhet t'i japësh një administratorit, një referenti që të bësh një shërbim, se ki e merr atë si detyrim ligjor, ti duhet ta bësh atë punë, ajo është puna jote. Unë shpeshherë bisedoj edhe atë që në Angli, para se Anglia të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, patent shoferat nuk kanë pas fotografi. Ka qenë pa fotografi. Dhe puna e parë, mendja e parë që i bie personit që jetojnë të ne, po që nga lenë, thëtë. Nuk duhet marrë se lenë e vozicës, po. Patenti do të marrë të motrës temet, marrë vllajut tem, mingjës tem, dhe me këtë mund të vozitish në Angli pa problem. Vedia kolektive. Ashtu është, në Angli mund të vozitish pa problem, para se të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Ke mund pa problem mos marrësh patentën shoferi dhe gjithë jetën ta shfrytëzosh patentin e tjetër ku. Po parashtrohet pyetja sa nga popullata angleze e përdorin këtë. Askush nuk e merr nëse nuk është e jotja. Kjo është vetdia.
Kjo është ndërgjegja kombëtare. Pra, ai vepron mbas të ndërgjegjes dhe asnjëherë nuk e merr patentin e shoferit tjetër ku edhe pse pa problem lirisht mund ta marrë. Se ti e nxjerr patentin thuaj ki dhe polici të beson. Se polici është i edukuar të të besojë kur i thuhet kështu. Po edhe qytetari e ka mirëbesimin ndaj shtetit. Dhe një mirëbesim, një relacion i kësaj natyre që është krijuar me vite me shekuj, ato janë shoqëri të zhvilluar. Ndaj edhe ndërveprimi dhe si është raporti i qytetarit tonë ndaj institucioneve tona. Ku çdo ditë i kritikojmë, çdo ditë i shajmë, se shikoni edhe të institucionet tonë, edhe gjykatët, edhe prokurorët, edhe policia, edhe në institucione tjera. Ka njerëz të ndershëm, ka njerëz sinqert. Sigurisht. Nuk duhet ta generalizojmë të gjithë situatën pavarësisht. Ka shumë njerëz të ndershëm. Prandaj vetëm duhet edhe këto tri që do të vinë që të punësohen, të shkojnë në institucione me qëllime, që themi me niyete të mira, që të sjellë progres institucionet dhe shoqërisë. Shumë nevojë ka shoqëria jonë për këto njerëz. Do të shkëputemi edhe njerë për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi përsëri në studio. Qëndroni me ne. U rikthyem sërish në studio për pjesën tonë të fundit, për shkak se na ka ngelur edhe shumë pak minuta kohë. Dua të ndalemi pak tek kodi i ri penal, për shkak se Ministria e Drejtësisë paralajmëron kod të ri penal deri në qershor të këtij viti. A mundet realisht një kod i ri të zgjidhë probleme që duken shumë kulturore se sa ligjore që e përmendëm paraprakisht, dhe çfarë rreziku paraqesin këto ndryshimet e shpeshta ligjore që nuk japin shpesh rezultate konkrete? Shikoni, ne bisedojmë këtë ndryshimin e kodit penal. Ashpërcimi i dënimeve ka qenë një nga kriteret që ka kërkuar edhe Bashkimi Evropian, edhe organizatat jo qeveritare, edhe për shkak të asaj që ky vend është kritikuar shumë me ndryshimet e vitit 2023 të kodit penal, ku zbutën dënimet, dhe qëllimi i këtyre ndryshimeve ka qenë sigurisht që një numër i funksionerëve të përfitojnë lirinë për shkak të parashkrimit, vjetërsimit të veprës penale. Unë nuk jam idhtar vetëm i ashpërcimit, dënimit të veprave penale, se thash në fillim që bota shumë dënime, sanksione të rënda ka dhënë. Bile sa edhe religionit, edhe kisha, po edhe mëshiriat janë preja pjesë të trupit për shkaqe të korrupsionit. Po nuk është arrit rezultat. Nuk është arrit rezultat. Përsëri ka qenë aty pranisht. Lakmia ndaj posorisë është problemi i madh. Kështu që vetëm me kode penale, vetëm me dënime, kjo ka efektin e vet. Nuk them që nuk ka, por më tepër efekt do të kishin mënyra e ndërgjegjësimit, mënyra e të jetuarit me nder, më mirë që thosh me autoritet se pa autoritet, pavarësisht thash Helmut Kohl nuk është dërguar as një ditë në burg. Por turpi i madh që e ka përjetuar më nuk ka dalë në publik asnjëherë. Që ballafaqohet me qytetarët. Më mirë do të vinte që shkonte një 3 vjet në burg se sa këtë turp madh që e ka pas. Kështu që kodi penal i ka efektet e veta, me disa vite burg tash do të ketë jo sa ka qenë para vitit 2023, tash ndryshimet që e mbot kodit penal do të jenë diçka më të buta, po më të ashpra se me ndryshimet e fundit që e mba. Por sidomos duhet punohet shumë në fushën e rritjes së ndërgjegjësimit, vetdijes kolektive, ndërgjegjësimit kolektiv, nëse mund të arrihet kjo në vendin tonë. E këtu do të fillohet që nga familja që të edukohet fëmija, ashtu si të edukohet në Angli. Pse fëmija agje edukohet në mënyrë që të jetë i ndershëm, i sinqert, që ta kuptojë mos e marrë atë që nuk i takon. Mos e prekësh atë që nuk i takon. Pse ne nuk mund të edukojmë fëmijët në këtë mënyrë? I përmendet vazhdimisht studentët që janë një pjesë shumë e rëndësishme juaja, gjithashtu për fund fare, dua ta di mesazhin tuaj që do ta jepni të gjithë studentëve dhe të punësuarve në këto sektore të rëndësishme. Si zakonisht thash dhe përmenda studentët, ne patëm një projekt përbashkët me Fakultetin Juridik të Amsterdamit, lidhur me korrupsionin. Pra Fakulteti Juridik i Universitetit të Tetovës dhe Fakulteti Juridik i Amsterdamit patën një projekt përbashkët mbi korrupsionin. Dhe këtu u përfshitën studentët tonë edhe profesorët tonë. Ne ishim në vizitë në Amsterdam dhe pa mënyrën se si funksionon fakulteti juridik atje. Dhe pastaj edhe ata ishin tek ne. Ata ishin të impresionuar nga studentët tonë
dhe nga mënyra se si janë të përgatitur studentët tonë. Dhe u borë, në fushën e Pullokut ishte objekti që i studimit, pa mbi 300 të ankutuar, të cilët e realizohen studentët, dhe doli që qytetarët mendojnë që ka shumë korupcion në vendin tonë. Pra mendimi për cëptueshmëria e qytetarëve ndaj institucioneve, dhe ishin përfshirë disa institucione, si gjykata, prokuroria, spitali, universiteti kështu me radhë, dhe përqindja e mendimit të qytetarëve ishte e madhe. Por sido që të tjetë, unë tash mesazhin e fundit që më tha për studentët, nëse kemi kohë që të... Patjetër. Që asnjëherë mos mund t'i mashtroje lakmia ndaj pasurisë. Të kenë tipare të forta të karakterit, ja vlen që të shmender, ja vlen që të kesh integritet dhe autoritet, se shoqëria din, nëse merr prekën, shoqëria din që je i korruptuar, nuk ja vlen që të është në këtë mënyrë. Nëse jeton me nder, do të kesh më tepër lumturi, do të kesh më tepër pasuri, do të kesh familje më të shëndosh, do të kesh më i dashur te popullata, më i nderuar dhe gjitha të mira do t'i kesh nëse shkon në rrugës mbar. Profesor, ju falenderoj shumë për këtë bisedë, ishte kënaqësi e veçantë. Faleminderit edhe juve për ftesën.